Javë mërgata shqiptare në Gjermani festoi 12 qershorin, ditën e çlirimit të Kosovës me një sër aktivitetesh kulturore në rajone të tjera të botës, paqja duket se është shumë larg. Java kulturore e Kosovës në Berlin nisi me një ton të thellë reflektimi të hënën në ambientet e ambasadës së Kosovës u çel një ekspozit me krimet e luftës dhe personat e zhdukur, një moment i rënd por i nevojshëm për të kujtuar plagët ende të hapura të historisë së Kosovës. Të martën vëmendja kaloi tek gratë artiste në organizimin e kolektivit avangardist Marja Ezez, Tarbresha Latifa, vokaliste dhe instrumentiste nga Zvicra, një talent që ende qëndron modestisht në skenën underground, interpretoi për herë të parë në Berlin për krah Agona Shportës, vokaliste e njohur jazzit nga Kosova. Të shoqëruara nga Igor Jakovenko, në tastier ato sollën tinguj etnomodern të Kosovës. Java vazhdoi me kulmin tradicional, koncerti në Kessel House në zemër të Berlinit, këtë herë ndryshe nga vitet e kaluara, mbrëmja ju besua zërave mashkullor. Fillimisht grupi legjendar nga Prishtina asgjë sikur dielli, ndezi atmosferën me tingujt e tyre të fuqishëm dhe tekstet që ende godasin, dhe më pas Drena Bazi solli një performancë plot stil dhe energji. Një nga pikat kulmore të javës së kulturës së Kosovës u shënua në Bonn, pikërisht zbulimi i pllakatës përkujtimore të qeverisë së ekzilit të Kosovës në vitet 90. Në një video mesazh dërguar me këtë rast, ish-ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Rudolf Scharping tha se përfaqësimi i qeverisë së Kosovës në ekzil këtu në Gjermani nuk është thjesht kujtim, është një thirrje për të mos harruar se demokracia, paqja dhe liria nuk janë të garantuara, ato duhet të mbrohen çdo ditë. Bewahrt, gefestigt werden muss. Për çlirimin e Kosovës dhe ruajtjen e paqes së saj kanë dhënë një kontribut të madh edhe shumë ushtar gjerman. Njëri prej tyre është Michael, një veteran 47 vjeçar që merret me mirëmbajtjen e memorialit të pyllit të kujtesës në Potsdam të Gjermanisë. Atje janë shënuar dhe emrat e të rëndëve në misionet e Bundeswehrit, përfshirë dhe ata që shërbyen në Kosovë. Për dekada, Gjermania për shkak të luftës së dytë botërore kishte të vështirë të fliste për veteranët, por me luftën në Ukrainë qëndrimi ndryshoi. Këtë të diel, më 15 qershor, për herë të parë vendi shënon ditën ndërkombëtare të veteranëve. Dhe ndërsa bota merret me të kaluarën dhe të tashmen e luftës, java kulturore e Kosovës në Gjermani vazhdon edhe këtë javë me ekspozita, debate dhe aktivitete të tjera që ndërtojnë ura. Do ta përmbyllim sonte këtë edicion me pamjet nga sheshi i Prishtinës, ku pak më herët është mbajtur parada e krenarisë në moton asnjë hap mbrapa. Një kronikë më të zgjeruar do të mund ta ndiqni në edicionin e ardhshëm të lajmeve. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.